A mundet të jetë, Luciano, era e keshje e gojës një shenjë që problemi fillon nga stomaku ose zora dhe jo deri nga goja? Kjo pyetje është shumë e vëndë, Grisela, është e vërtet që ka shumë njerëz që kujdesen për pjesën e gojës, për higjienën orale, por përsëri zakonisht kjo ndodh në mëngjes, që aty ka një aromë të pakëndshme të gojës, edhe shumë njerëz madje edhe para gjumit ose në mëngjes bëjnë edhe gargara me ujë me kri, pastrimet ndryshme. Madje provojnë dhe pasta të ndryshme për të bërë të mundur edhe pastrimin e gjuhës, madje unë njoh edhe njerëz që e bëjnë pjesën e gjuhës me sodë për ta pastruar. Por në fakt, ne sot do të diskutojmë ose do hedhim pak dritë ose pak rrezet drite mbi disa rrugica që kanë pak errësirë. Domethënë tematika ëmbël, kjo që lidhet se problemi i gjenës së gojës ka dhe lidhje patjetër me ushqyerjen, me pjesën e sistemit tretës, pra zore, holl, stomak, mëlçi. Këto janë një trekëndësh shumë i rëndësishëm që patjetër hedhin baza dhe hedhin dritë të rëndësishme mbi këtë problem. Pra se higjiena e gojës, patjetër që rëndësi kryesore ka pjesa e gojës, çfarë ne konsumojmë, larja, higjiena që mund të bëjmë në mënyrë të përditshme, por janë dhe problemet me sistemin gastrointestinal, që nga një gastrit kronik, që nga prezenca e disa mikroorganizmave deri tek zore trash. Pra duhet shikojmë edhe brëndësinë tonë për këtë problem. Dhe Luciano, ne shpjego pak më shumë pra pse disa njerëz kanë higjenë shumë të mirë orale, por nga ana tjetër vazhdojnë të kenë halitozë kronike. Tani, e zëmë sikur ne konsumojmë vazhdimisht sheqer. Sheqeri bën të mundur që të rriten disa mikroorganizma. Solobacterum, Prevotella, Tannerella. Solobacterum, Tannerella, Prevotella janë disa mikroorganizma ose baktere jo të mira të cilat kolonizohen në pjesën e dhe të mishrave të dhëmbëve. Dhe këto bëjnë të mundur prodhimin, që ta lidhim me atë aromën e pakëndshme, prodhojnë disa gazra. Një ndër këto gazra është edhe metilmerkaptani, domethënë metilmerkaptan sulfide hidrogjeni, gaz sulfidrik. Këto baktere të cilat quhen Prevotella, Tannerella, sikurse dhe Solobacterum specium, bëjnë të mundur që ne të kemi këtë aromën e pakëndshme dhe patjetër konsumimi i lartë i sheqerit, sa më shumë sheqer të përdorim ne, aq më shumë do dëmtojnë gingivat dhe aq më shumë inflamacion do të kemi tek mishrat e dhëmbëve. Edhe nga tretja ose nga edhe mishi i dëmtuar i dhëmbëve ose mishi i dëmtuar i dhëmballëve, bën të mundur që ne të kemi dhe një kolonizim të këtyre baktereve. Era e pakëndshme gojës është se këto mund të kolonizohen edhe tek pjesa e zgavrës së faringut. Ato kolonizohen edhe në struktura të ndryshme të një strukture e cila quhet sfinkteri gastroezofageal. Dhe në stomak ato gjejnë vendin e dur për të kolonizuar. Dhe një ndër këto substanca toksike që unë i përmenda janë sulfide hidrogjeni, gaz sulfidrik, është edhe metilmerkaptani. Metilmerkaptani është një ndër gazrat që Solobacterum, Tannerella, sikurse dhe Prevotella bën që të prodhojnë. Dhe sheqeri tepërt, pra produktet e ushqimit, gjithnjë të procesuara, këtë gjë e bëjnë më të dukshme dhe më të mundur. Sikurse dhe produktet ushqimore me nitrate, domethënë këtu futim sallamet e procesuara, salçiçet e procesuara, mishrat e konservuara, të cilat kanë nivele shumë të larta të konservantëve dhe të aditive ose të shtesave. Sa më shumë aditiv të ketë një produkt ushqimor, që e përmendëm, që këto ka nitratet ose konservant, monosodium glutamat ose atë kripën artificiale, aq më shumë do të ketë goja erë të papërshtatshme. Dhe era e papërshtatshme gojës më së shumti shikohet dhe ndihet në mëngjes, sepse ka fermentim gjatë natës ose gjatë orëve të gjumit. Ky fermentim bën të mundur që të prodhojnë këto lëndë, të cilat quhen dimetilsulfide, metilmerkaptan, sikurse dhe sulfide hidrogjeni. Qartë, Luciano, nga ana tjetër, cili është dhe roli që luan acidi hidroklorik i stomakut në erën e frymarrjes? Shumë e saktë kjo pyetje dhe shumë e drejtë si pyetje. E zëm sikur ne kemi erë të papërshtatshme. Kemi bërë konsultat ndryshme me mjekët stomatolog, me dentistët dhe është parë se aty nuk ka një dëmtim të rëndë që shkaktoi të aromën e gojës. Domethënë nuk ka ndonjë karje dentare ose prishje të dhëmbëve ose të dhëmballëve. Dhe kjo duhet të fokusohet pak tek një test i brendshëm ose tek organet e brendshme. Për këtë një si fillim është e rëndësishme që të shikohet një analizë ose të bëhet një check-up total, të bëhet edhe koprokultura. Koprokultura është mbjellje e feqes. Për të parë, mos këtë aromën e gojës,
mos e shkaktojnë edhe parazitët, pra parazitët të cilët janë në bark, bëjnë të mundur që trupi jonë të formojë dhe amoniak. Amoniaku është një lëndë toksike, e cila zakonisht formohet edhe në stomak, nga një bakterë që ne do ta përmendim pak më poshtë, por dhe parazitët bëjnë të mundur dekarboksilim oksidativ të aminoacideve. Pra në vend që ne ta përthithim këtë ushqim dhe të nxjerrim energji, parazitët ose mikroorganizmat e dëmshëm e përdorin ushqimin dhe nga ky ushqim që në vend ta fusim në qelizë dhe të formojnë ATP-n, ato e përdorin dhe formojnë këto substanca toksike. Pra, kur është acidi ulur hidroklorik në stomak, ne bëjmë një terren, një mjedis të caktuar që këto ushqime të fermentohen dhe të krijohet era e papërshtatshme e gojës. Luciano, ekziston lidhja midis Helicobacter pylori dhe erës së keqe të gojës? Pak më parë ne patëm përmendur se Helicobacter pylori është një bakter patjetër që nëse rritet dhe nëse kolonizohet shumë, shkakton edhe ulçra gastrike, shkakton edhe gastrite atrofike deri tek problemet në duoden. Dhe deri tek metaplazit gastrik ose është i rrezikshëm nëse nuk trajtohet dhe nëse nuk rregullohet mënyra e ushqyerjes. Tani Helicobacter pylori është një bakter që bën të mundur që të krijojë dhe biofilm. Është shumë i vështirë për t'u trajtuar dhe nuk kërkohet vetëm me antibiotik. Duhet ndryshuar dhe metoda e ushqyerjes, domethënë metoda e ushqimit. Të eliminojnë ushqimet e procesuara, patjetër në mënyrë kategorike zero alkool, gjumi, aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik vendos në punë muskujt intrinseke dhe sistemin nervor parasimpatik. Njëkohësisht, Helicobacter pylori lidhet edhe me aromën e pakëndshme të gojës. Dhe njerëzit që kanë një aromë të pakëndshme të gojës në mënyrë kronike për shumë kohë, muaj ose vite, është e mira që të bëjnë dhe një gastroskopi ose një test urea breath, domethënë testin e frymarrjes. Përse ndodh kjo? Helicobacter pylori ka një enzim shumë të fortë e cila quhet ureaz. Ureaza e zbërthen uren nga pjesa e qarkullimit vaskular ose nga pjesa e qarkullimit të gjakut në amoniak. Dhe ne në pjesën e gojës kemi amoniak. Për amoniaku është ai që krijon si shije metalike ose si një aromë të pakëndshme. Helicobacter pylori bën të mundur që të përdori enzimin, madje prodhon dhe vet ureazën, e cila është enzim shumë e fortë, e cila bën të mundur që urea të zbërthehet në amoniak. Domethënë, përdor këtë enzim për të formuar një substancë toksike e cila quhet edhe amoniak. Dhe amoniaku pastaj shkakton edhe erë të pakëndshme, shkakton edhe gjuhë të bardhë, mund të rrisi kandidën dhe ka lidhje shumë gjendja e stomakut, acidi ulur kloridrik edhe prezencë e këtij bakterit që të lidhet me erën ose atë aromën e papërshtatshme. Ndërkaq, Luciano, si mund të ndikojë edhe mikrobiota e zorëve? Mikrobiota e zorëve. Tani, e zëm sikur ne, e tham pak më parë, sa më shumë sheqer, aq më shumë B1 do të harxojmë nga trupi, aq më shumë sukcinil koenzima do të harxojmë ose një enzim e cila quhet sukcinil koenzima ketoacid transferaz do të harxojmë nga trupi, alfa ketoglutarate hidrogenaz do të harxojmë nga trupi. Sheqeri tepërt, mishi procesuar, sallam, salcice, ushqime me mish të konservuar do të bëjnë të mundur që ne të kemi dhe fermentim të ushqimeve ose copa ushqimore tek muret e zorës së hollë. Nga ana tjetër, mikrobiota. Nëse ne e varfërojmë këtë mikrobiot ose këtë qytet me arsimtar, me inxhinier, me politolog, unë i quaj qytetarët e mikrobiotës kështu sepse çdo kush prej tyre ka funksione të rëndësishme. Disa janë me funksione më të rëndësishme dhe disa janë me funksione jo të rëndësishme. Ato që kanë funksione jo të rëndësishme janë bakteret jo të mira. Kurse ata që kanë funksione të rëndësishme dhe të shëndetshme janë bakteret e mira, të cilat bëjnë të mundur që ky mjedis ose ky qytet të mbahet i pastër. Nga ana tjetër, mikrobiota kur varfërohet nga perimet, zarzavatet, frutat, polifenolët, iridoidet, ksantonët, poliacetilenët, flavonolignanët, acidet elagjike, acidet polifenolike ose metabolitet polifenolik, flavonoidet, pra varfërimi ndaj frutave, ndaj perimeve, ndaj produkteve të cilat janë prebiotik do të bëjë të mundur që të shkaktohet kapslëg dhe do të bëjë të mundur varfërim, që e thash ose e përmenda pak më parë, por do të bëjë të mundur që të shkaktohet
edhe kapsllëk. Pra, mikrobiota, varfërimi i baktereve të mira ose mikroorganizmave të mira. Bifidobacterium, lactobacillus, Blautiaubeum, Coprococcus eutacus, Veillonella parvula, Cristenella minuta, sikurse dhe Anerstepis butyraticus, Butyriccoccus, Polycacecorum. Pra, varfërimi i këtyre baktereve të mira do të sjellë dhe një mikrobiotë destabilizuar, ose disbioz ose SIBO. Prandaj perimet dhe zarzavatet, frutat, sikurse dhe kefiri, turshit organike, ose larmishmëria, diversiteti i mikrobiomës është shumë i rëndësishëm. Gjithë një perimet e stinës, pra qikoret, lulja e lakrës, sikurse dhe perimet e ndryshme të stinës, frutat e stinës të cilet janë dhe tani në stinën e verës, që është qershia, frutat e egra, manaferat, boronicat, janë shumë të vlefshme, por pjesa qershive është shumë herë më e shëndetshme, sepse janë edhe të stinës. Pra varfërimi i mikrobiotës nga këto lëndë që unë përmenda është një faktor i rëndësishëm që çon edhe në varfërim ose në aromë të pakëndshme të gojës. Ndërkaq ndryshim në erën e gojës, a mund të shkaktojë dhe kapsllëku kronik? Dhe kapsllëku kronik është faktor i rëndësishëm që ne e përmendëm, nëse ne do të kemi një dietë të varfër ose një plan ushqimor të varfër nga frutat dhe nga perimet. Frutat kanë një lëndë të rëndësishme të cilat quhen kalium, banania ka shumë kalium, boronicat kanë vërtet kalium, piepri, bostani kanë vërtet kalium, boronicat, manaferat, kumbullat jeshile, lëngu i mollës, molla kanë vërtet kalium. Jo vetëm kalium, por dhe nutrient të tjerë, ose fitonutrient, ose komponent organik anti-inflamator. Dhe varfërimi i frutave, sepse frutat janë shumë të rëndësishme. Krahas fruktozës që kanë, që është një lëndë e rëndësishme, që i duhet trupit, kanë dhe substanca polifenolike ose flavonoid ose izoflavon, që këto i duhen trupit. Dhe patjetër, nëse është edhe sasia, pra dhe sasia duhet të jetë në mënyrë optimale, bëjnë të mundur që të varfërohet mikrobiota dhe kapsllëku, pra mungesa e hidratimit e fibrave, bën të mundur që të shkaktohet aroma e dëm, aroma e keqe e gojës. Dhe sa më shumë proteina të larta të konsumojmë ne, mund të kemi dhe dekarboksilim oksidativ ose deaminim oksidativ intestinal bakterial. Pra heqje të bazave aminike, formohet amoniaku dhe përsëri konvertohet në ione amoniumi. Dhe duhet të mbajmë një balancë. Do më thënë, balanca ku është e dieta mesdhetare, që ka vajin e ullirit, që ka qikoret, që ka perimet, që ka spinaqin, që ka qepën, që ka majdanozin, që ka perimet ndryshme, që ka frutat e stinës. Pra është dieta mesdhetare ajo që i eliminon këto problematika. Dhe balanca bën të mundur që të eliminohet ky problem. Kur duhet që një person me halitozë, Luciano, të kërkojë vlerësim gastroenterologjik dhe jo vetëm dëntar?